duket që bojkotimin në takimin e presidentes e bën vetëm Albin Kurti dhe Zlatan Ele. As si ka e as do të ketë votat për më bë kryetare kuvend. Zotri Krasniqi, sipas zonjës Haxhiu, keni diskutuar në takim edhe për zgjedhjet e përgjithshme. A jeni edhe ju që do zgjedhjet e përgjithshme të mbahen me një datë me zgjedhjet lokale se ka marrëveshje për shpërndarjet kuvend? E para punës ajo që dëshiroj t'ju theksoj dhe që vërtet nuk ishte as pak e mirë, është fakti që nga të gjitha partitë e ftuara, vetëm kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe kryetari i listës sërbska munguan apo e bojkotuan këtë takim. Mendoj që një takim kaq i rëndësishëm që mbahet një herë në 4 vjet, do duhet të ishte prioritet, siç është prioritet për neve, por në këtë rast duket që bojkotimin në takimin e presidentes e bën vetëm Albin Kurti dhe Zlatan Ele. Unë nuk po pretendoj që ata e kanë bën marrëveshje, por vërtet janë të mëshije të keq që kjo mungesë. Sa i përket zgjedhjeve përgjithshme, ju e dini, ne jemi në blokadë institucionale dhe kjo blokadë është pikërisht për shkak të kryenetësisë dhe mentalitetit imponuese autoritar të lëvizjes vetëvendosje e konkretisht të propozimit të zonjës Alberina Haxhiu për kryetaret e kuvendit, e cila siç u kam thënë qyshin fillim, as si ka e as do të ketë votat për më bë kryetare e kuvendit. Dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme brenda një procesi kushtetues, edhe nëse nuk është zgjedhja e parë as e partive as qytetarëve, mund të bëhet e domosdoshme. Qëndrimi ynë si PDK, ju e dini, ka qenë i ditur, unë kam shku edhe një haptutje, i kam pas propozuar dhe datat e mundshme mbajtjes së këtyre zgjedhjeve, por tashmë nuk është e mundshme, nuk e shoh mundshme që zgjedhjet mbahen në të njëjtën datë. Sepse afatet kushtetuese janë kokëfurta, ne s'mundemi me adaptu as me interpretu kushtetutën jashtë afateve. Po, a mundemi me zgjedhjet më hershme para zgjedhjeve lokale, në kuptimin teorik e mundshme është. Kjo mbaret normalisht edhe nga vullneti i partive tjera politike, por ne si PDK jemi mundu gjatë gjithë kësaj kohe me pas një rol konstruktiv i cili jep rrugdalje nga kjo krizë, nga ky moçal në cilin na ka vendos Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Gjitha opsionet janë të pranueshme nëse ato i japin drejtim një qeverie të re ku nuk është Albin Kurti. A jeni përcaktuar për kandidat të kryetarët komunal? Po, ne paka shumë i dimë kush janë kandidatët, por për te i kësaj, tradita në Partinë Demokratike të Kosovës është e tillë që ne respektojmë edhe afatet e brendshme statutare. Ne shumë shpejt do të kemi vendime këtë drejtime, kemi prit pra datën, konsultimet dhe shpalljen e datës, pastaj do të kemi një proces të marrjes së kandidaturave, të propozimeve nga struktura drejtuese të degëve tona dhe pastaj në pajtim me statutin e Partisë Demokratike të Kosovës do të ketë kryesia e partisë ajo që do t'i miratoj këto kandidatura, siç ka ndodhur në të kaluarën.